Përshëndetje gjithëve, ja ku jemi përsëri së bashku me projektin tonë të lodhshëm po tepër të bukur, E36 Coupe, Total Restoration etj. Atëherë, mbarova punë në gojën, makinën në qese, si të shihni normalisht, edhe pjesën që kemi paketuar, kemi izoluar që mbarojmë punën e diçka që ka montime brenda dhe pastaj të vendosim panete jashtë. Sot do fillojmë një punë mjaft interesante dhe për mua është hera e parë që bëj të restaurim, është hera e parë që bëj mekanika e fortë, është hera e parë që bëj këto lloj punësh dhe deri tani çdo gjë ka shkuar perfekt, çuditërisht s'kemi pasur se asnjë lloj problemi. Bëm një punë të shpejtë para se të merrni makinën, pastruam gjitha vitat, gjitha vitat e urës, i galvanizuam dhe me të ftohtë sigurisht, sepse ka dy lloje mënyre për ftohtë, më të ngrohtë, i ngrohtë prish filetot edhe qëndrueshmërinë e viteve, se i ftohtë është okay, ose nuk ka asnjë gjë. Këtu kemi gjitha pra vitat e poshtme të drivetrainit të makinës të pastruara të inoxit thonë në Shqipëri, por realisht termi është galvanizim. Dhe ndërkohë që makina po shohim çfarë kemi, çfarë s'kemi edhe pjesët, kutit, gjëra, sepse po gati 2 vjet që ka nisur ky restaurim, nuk kemi punë për ditë, por gjithsesi koha ka kaluar dhe të disa gjëra i kemi humbur ose na ka shpëtuar diku ose nuk i dihet, por edhe një radhë veprime dhe radhë pjesësh që duhen montuar. Gjëja e parë fare që do bëjmë është izolimi i gjithë kabinës, pjesësh poshtme dhe bagazhet nga nxehtësia, zhurmat dhe vibrimet. Bëjmë shumë konsultime me njerëz që janë marrë në këtë punë në Shqipëri, jashtë Shqipërisë etj. Dhe një nga idetë, një nga materialet më të mira që mund përdoren për këtë izolimi ishte kjo lloj materiali. Ka 3 lera, 3 shtresa, një shtresë zifti, tepër i holl, një shtresë që mbron për vibrimet dhe mbron shasin pjesën e lamarinës, inoxi i cili shërben më shumë për pjesën e nxehtësisë dhe ka një shtresë tjetër sipër që është si tip sfungjerit presuar që shërben për zhurma, për temperaturën dhe të gjëra tjera. Kjo është më e mira që mund të gjeni, quhet Laden, i gjeni tek Adi Sound. Ky material Adi e përdor për të izoluar makina me muzikë tepër të lartë, me ato nuk e di çfarë njësi e madhe. Dhe për këtë punë del tepron dhe është pak overkill do të thoja, por duke qenë se e kemi në dorë dhe makina është totalisht e veshur, pse sa të nuk kishte edhe ndonjë kosto të madhe. Do fillojmë me njëherë me izolimin e saj. Unë tek linku poshtë videos do zgjedh edhe shkrimin e cilit material, gjëra anës punës që po përdorim. Më thonë përveç të folurës, më mundon që edhe nga pjesa teknike të ndihmojnë dhe të jap sugjerime nga gabimet dhe nga gjërat që unë kam kuptuar deri në këtë pikë, që është një nga restaurimet e para që bëhen deri në këtë pikë dhe se është panjohë, është drejt të panjohë.
por si që thashë, interneti dhe rrjetet sociale kanë bërë shumë thjeshtë sepse jemi lidhur me grupe nga gjithë bota. Është një nga projektet të cilat do ndiqet në shumë vende të botës, jo vetëm në Shqipëri, sepse rrjetet e gjata si makinë është më nga popullore dhe sidomos kupet dhe sidomos motorët 6 pistonç të ose lot që janë 3 litrë. Atëherë, kjo pra përse përket izolimit, këtë do të bëjmë, do të fillojmë sot, unë do të sjell me time-lapse, ndoshta në një moment kur do të ndërtoj nga pjesë teknike. Do fillojmë montimin e disa gjërave të vogla, grupit timon, të bazamentit timonit ndoshta, po është heat shields, disa i pastruara, disa i kemi të reja, do fillojmë me montimin e asaj, linjat e alkoolit, të benzinës, dhe pastaj parë se fillojmë punë të tjera serioze, kjo është Time-Max Revolution, quhet, është ndoshta ata që merren me hyrje makinash dhe me llambarinë e njohin më mirë, është ai dylli i makinave. Kjo është për pjesën brenda shasis, për tubat, për gjitha kavitetet, i thonë praktikisht, cavity, por nuk e di shqip. A ka kuptim? Po gjithsesi do mundohem ta shpjegoj sa më thjesht. Ky është dylli që përdoret në brendësi të tubave dhe të pjesës të shasisë, sepse aty nuk hyn as boja as gjë dhe kjo do na duhet një tub i tillë që përdoret në ndërtim, një depozit e tillë që lidhet me ajër. Dhe nga këto të fuzim këtë tubit maksimumi sa më thellë që të shkojë dhe t'i hedhim gjithë pjesën e dyllit, cila është diçka që, siç e thash më parë, me që e kemi në dorë, pse mos ta bëjmë, ka pak kosto, por që ne tash kësaj projekti kemi dhënë dhe le të shkojmë deri në fund. Ndërkohë që punohet, ne fillojmë gjatë gjithë kohës jemi duke mbledhur materiale, marrë kapset të reja të ndryshme, kapset të tyre të reja, kapset e llaskave nënsore të reja, ila të reja, që janë që nuk kanë kosto të madhe dhe kemi mundësinë t'i blejmë dhe ka gjendje sepse një nga probleme kryesore që sot janë në makinat e vjetra është që nuk ka prodhime, ose prodhimet që janë nuk janë të mira ose janë shumë defektoze edhe pse janë të reja. Do thonë jo, çfarë vlerë po merr kjo makinë, sa po harxhohet, deri tani nuk di të them, por ka shkuca. Domethënë edhe pse punën po e bëjmë vetë dhe kemi pasur jashtë masë ndihmë nga të gjithë miqt, partnerët, njerëz që janë pasionatë ashtu si ne dhe nuk e shohin çdo gjë për të fituar dhe për të nxjerrë maksimumin e profitit, kemi pasur shumë ndihmë, po gjithsesi neve po japim maksimumin tonë që mos ngelim në asnjë moment në këtë projekt, japim forcë, ta shtyjmë sa më parë sepse projekte të tilla po të ngelim, është tepër vështirë që ti rikthehesh edhe ti bësh ndoshta ngeli përgjithmonë po. Atëherë, pa u kohë, unë po e përcjell videot në time-lapse, mos jetë dhe bezdishme dhe për ju, edhe unë mos të fokusohem shumë të video, sepse kam dëshirë që këtë makinë ta bëj vetëm dhe të përfshi sa më pak të jetë e mund të tjetë, sepse
dua ta njoh të makinë, këtu se tash edhe numrat e pjesëve janë të problemesh. Pa më kohë, përcjell video dhe time-lapse dhe për çdo pyetje siguri gjithmonë Instagram, YouTube, kudo që t'jeni kontaktin tim ose Speedhunters, shkruani dhe jemi të gatshëm çdo orar, çdo kohë për sa kemi mundësi. Ndoshta edhe për çike jashtë mundësive të ndihmojmë gjithë të kanë dëshirë të bëjnë tjetër. Shihemi mbas pak pasi të bëjmë disa punë. Ciao. E mbaruam pjesën shumicën dërnuese të izolimit. Aty ka marrë një pamje tepër të bukur tani me këtë veshje e re, po themi, sepse gjithë veshja e vjetër ne e patëm hequr, e patëm pastruar që edhe makina të merrte gojë të lyhej sa më mirë. Gjithçka që ishte mjaft e thjeshtë, po gjithsesi kërkonte kohën e vet. Dhe pa kuptuar ikën 2 ditë, ndoshta kemi edhe një ditë punë për disa finitura të vogla që na kanë ngelur akoma. Gjithçka që na nevojit ishte këto rulet, që shërben për të shtrirë këto plagat e ziftit, po i quajmë. Një heat gun, ndoshta edhe nuk duhej shumë, por gjithsesi ne përdorëm disa momente, se duke qenë që temperatura është relativisht e lartë këtu brenda dhe jemi periudhë vere. Kështu që këto ishin gjatë çik si rrota dhe ajo që vura re është kur nxehet me sipër, kjo ishte aq mirë izoluese sa kjo pjesa lartë nuk nxehte fare. Edhe pse zifti poshtë shkrije dhe ngjitej me llavarinën, pjesa si mundoste dorën, edhe se kjo po ngrohte me 300 ose 400 gradë. Ne tash çdo gjë duket gjë mirë, shumë perfekt. Kjo na ndihmoi shumë sepse disa pjesë të vjetra që ne kishim që janë si tip sfungjerësh të presuar që vendosen mbi ziftin e fabrikës, ato tash nuk kemi nevojë të përdorim fare. Kështu që direkt të shtojmë linjën, do vendosen plastikat mbrojtëse të linjës dhe tapetin sipër. Këto 2-3 gjëra të vogla, pastaj me të mbaruar do fillojmë montimin e pjesëve që mund t'i montojmë pa shumë halle. Me pikpyetje kemi izolimin me letër të tillë, me këto pllakat të tavanit dhe dyrave, por gjithsesi do t'i kalojmë në një fazë tjetër, një pikë tjetër të ndoshta edhe ato do t'i izolojmë. Vazhdojmë me time-lapse në pjesët e punës gjatë gjithë kohës, më thonë, të shoqërojmë me foto, time-lapse, video shpjeguese, etj, po ndoshta këto nuk do të mjaftojnë, kështu që përsëri na shkruani, na pyesni kudo që gjeni në mënyrë forma kontakti, jemi shumë të hapur për të ndihmuar dhe për të ndarë ju të gjitha të jetën e keni. Vazhdojmë dhe shihemi episodin tjetër. Faleminderit.